O bro, na tregon në mënyrë me bo lek. Tregoj Laliot ty më pa me rak fare. Kjo video është vetëm për qëllime edukative. Ju sugjeroj shumë të mos e përdorni këtë metodë, zemër. Ke parasysh vetë o plak besoj sa shumë i pëlqej futbolli meshkujve. Domethënë pothuajse gjithë meshkujve të kësaj bote i pëlqej futbolli, përveç amerikanëve që kanë futbollin e vet. Tash, është një përqindje shumë e madhe e meshkujve që shohin futboll. Sa është përqindja e meshkujve që vendes këtë dina, ndërkohë që shohin futboll? Është më pak, domethënë mund të themi një 10%, që është prap një numër kolosal. Pyetja është, do i kishe hedh 1000 euro ti me qëllimin për të fituar një 200-300 euro? Besoj se po, kështu që për ne po ta them strategjin. Po siç thash, lutem mos e përdor, mos e bëni këtë strategji o zemër. Teorikisht, sa për mua bet, domethënë çfarë do duaj ty është një faqe futbolli, një faqe me 100.000 ndjeksa meshkuj, domethënë nuk ka pse të jesh shqiptar, do ishte më mirë mos të jesh shqiptar, po që të jenë aktiv, mirë do ishte, domethënë mund ta gjesh këtë lloj faqe më pak se 1000 euro, me 100 followers sa meshkuj aktiv që ndjekin futboll, e kupton, me video futbolli, me gjëra kështu. Ti do ndryshosh emrin e faqes, edhe do e shkruash skedina falas, domethënë parashikime ndeshjes falas. Nga këto faqe ka shumë, e ke parasysh vetë besoj, po shumica nga këto, mos themi të gjitha, nuk janë falas. Supozohet të japësh i 50.000 lekë, ku diun, i 100.000 lekë personit që do të japi parashikimin dhe pastaj vej 100.000 lekë tjera te skedina dhe pastaj e kap. Se personi normal është i lidh me Izraelin, që ti di këto gjëra, azema. Ti do kesh një faqe që bën parashikime falas, edhe njerëzit do të pëlqejnë se kjo është e besueshme, domethënë se lindej paradoksi gjithmonë, nëse ky personi e di sa do dalë ndeshja, pse ka nevojë për 50.000 lekë tim? Pse po vë 500.000 lekë për ndeshjen, të kapë një 50.000 euro. Kupton çfarë do të them? Kjo tregon që nuk e di. Por ti e di se ti ke falas, ti do vesh te bio aty, un po kap lekë për vete, thjesht jam njeri i mirë, jam njeri i Zotit, du më joni mua, azema. Ta zëm se ti fillon më e marr goxha seriozisht këtë faqe, domethënë deri në pikën që bëhet kështu mesazhe automatikisht që i vijnë njerëzve, mesazhe direct messages që janë vinë nga roboti, që janë automatike. Domethënë, merr seriozisht këtë gjë, edhe pastaj filloj bëj postime përveç videove thjesht futbolli, highlights e futbollit, gjëra kështu. Bëj një video për shkakun kjo ndeshja këtu, shkruani mesazhin nëse doni t'ju tregoj se sa del kjo ndeshja. Edhe nuk është me lek, është pa lek ose më. Thjesht hidhi foto që pas nesër do luaj Reali me Barçën. Nëse doni me ditë kush do fitojë, që të vini skedin, shkruani në DM se do ja them falas. E kupton, nuk dua asgjë. Kjo do shkaktoj që njerëzit të bëjnë engage, të shkruajnë mesazhe, domethënë. Edhe ti thjesht futja kot. Ta zëm se nuk merr vesh, e kupton? Thjesht futja kot. Ta zëm se do të shkruajnë 100.000 veta. Edhe bëj mesazhet automatike. Do të shkruajnë 100.000 veta, mesazhe automatike shkon 50.000 vetave i shkon që fiton Reali. 50.000 tjerëve i shkruajnë që fiton Barça. Me rast shkurt tash, me këtë metodë përgjysmimi, do vi një moment që të i përgjysmu, do të kenë hik shumica e followersave. Kupton, ky që e ka mashtruar zvarilisht. Kto që po i hecën muhabeti do të bëjnë rekomend te shokët e vet. Kupton, shiça gjeta këtë faqen është umni mu falas tipi. Çat pinon te çeka, do të thotë fjalë të mira, kupton? Po nejse, më mendu vetëm dyshamen. Do vi moment mas një 10 përgjysmimesh, të i përgjysmu, do kesh vetëm një 200-300 veta. Por këto 200-300 veta ti i ke tregu 10 ndeshje deri tash, edhe ato i kanë kap të gjitha. Ti në sytë e këtyre, o zemra ti je Jezu Krishti i skedinave. Po thuaj se po arrim te fundi i strategjisë. Më mend ose të vetëm të lekë që ke harxuar deri tash, janë vetëm ato 1000 euro për shkakun me ble faqen në fillim. Gjatë kësaj kohe ti e ke marrë faqen aktive. Me robota, me gjona automatike, kupto ke hedh highlights e futbolli, ke hedh screenshot nga mesazhet e këtyre që thon Bekov Zoti, se i kapa 3 ndeshje deri tash nga ti. Kupton gjëra të tilla. Kto merr i postoj për tjerët. Po ta zëm se mas një 10 përgjysmimesh, një 10 ndeshje që ti parashikon, kupton? Këto janë 10 përgjysmime, o e kapa ose kape. Do të kenë ngel siç tham një 200-300 veta në fund që janë besnik edhe besojnë që ti je Jezu Krishti i skedinave. Këtyre do ja fusësh sakrau, edhe pastaj do mbyllesh faqen. Do gjesh për shkakun një ndeshje që është javën tjetër lunej Barcelona flamurtari, në gjë kështu, e kuptoj që ka flamurtari koeficientin 1600. Edhe do i thosh koeficientin, po mos i thuj ndeshjen. Edhe jepja me pagesë këtë gjë. Edhe këto do të besojnë se ti je Jezu Krishti i skedinave. Thuaj që kam një koeficient për javën tjetër që është e shitme. Edhe është vdekme që do fitoj ky, ti do kapësh 1 për 1600. Kupton? Edhe këto do t'japin. Do t'japin 200 veta, këto që janë besnikë, do t'japin nga 1000 euro, se ta kanë besën, edhe pastaj fuck them. Gjatë kësaj një javë thjesht mbyll faqen, hidh telefonin, e kupton, ndryshosh shtet, bëj 200.000 euro në kripto. E di vetë besoj çfarë po. Imagjino pastaj të fitoj flamurtari, çfarë do jesh ti në sytë e këtyre njerëzve. Besoj e kuptoni strategjinë, e kuptoni ku kam fjalën. Domethënë mjafton të lush me numra shumë të mëdhenj, me 100.000 persona për herë, me përgjysmime. Kto që arrin te fundi i kazanit, këto ta kanë besën, kështu që këtyre ja fut sakrau. Domethënë totalisht siç ju thash, nuk ju sugjeroj ta bëni këtë gjë, ta vini në zbatim këtë gjë, se është pa moralshme, e kupton, nuk i bëhet robit kjo gjë, është e palishme herë, e kupton? Ju lutem mos e bëni këtë gjë. Arsye kryesore pse po ja them është se si bëjnë lek tjerët nga ju. Që mos i besoni këtyre faqeve, kupton, nuk po ja them që ta bëni ju, zemër. Sigurohu të kujdesesh për sumatriçën tate. Sigurohu mos ta fusin tjerët ty dhe sigurohu t'ja fusësh ti tjerëve. Shpresoj t'ju pëlqejë si strategji. Por siç u thash, mos e vini në zbatim, se është shumë e palishme, zemër. Haj shifni në fund.